Pja të regoj një video që tu më rapa meje, e pastaj edhe pja këto mendimin tam për njëjtën çështje edhe po pras nëse gjithmonë keni dëshirë më tregu çu shihni ju që çështja. Më të shkru në kontratë që kemi punu, vesh në gjyra, fasada, kemi gra kacis, me qelë kanal, kjo ndodhë vesh firmat shqiptare në Gjermani. Hajde mirë meqi. Kjo pjesa që me bo gjithë shka, pavarësisht për shka merresh në punë kontrat, personalisht mu ka ndodhur, unë kom punu për të një film shqiptare, mirë po kë vazhdon me thonë që nuk i merr rrogat me mujtë të tërë kështu me radhë. Une rrogën e kom marrë me kohë, por rroga ka qenë jashtëzakonisht e tmerrshme. Realisht nuk paguhet sklavi që më pagu une, për një shqiptar derisa kom dalë prej aty vjetë, pastaj jeta ndryshon e bën shumë sana. Qysh e keni përjetu ju që pjesë edhe, a ka qenë një pjesë e mashtrimit madh, lukrativ, ideja hajdi në Gjermani se qelcat e firmës, unë i kam.